Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Jemi në prag të vitit 2026 dhe sigurisht që bëhet një bilanc për sa i përket botës, ku ndodhet ajo në këtë kapërcim të viteve. Pra 2025 me të gjithë problematikën e saj në gjeopolitik dhe gjeoekonomi, si do të ndikojë në nisjen dhe vimësin e vitit të ri kalendarik, por jo vetëm e një viti të ri i cili le të shpresojmë se do të jetë në paqe për të gjithë ne. I ftuari im sot është eksperti të drejtës ndërkombëtare, pedagog pranë Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, Redion Luli. Përshëndetje Redi, faleminderit që do të jemi së bashku për të folur në këtë fund vit dhe do të ndalesha më së shumti në ngjarjet më të rëndësishme të cilat e kanë përcaktuar vitin 2025, ngjarje këto që sigurisht nuk do t'i rendisim njëra pas tjetrës, por ato më të spikaturat që me siguri do të lënë edhe gjurmën e vet në vitin 2026. Atëherë, me siguri në vitin 2026 do të përballemi sërish me vijimin e krizës në Ukrainë dhe të krizës në lindjen e mesme, edhe pse kemi disa histori suksese, nëse mund shprehem me këtë gjuhë, përsa i përket arritjes, le të themi, të pranimit të disa planeve të paqe me ndërmjetësimin e fortë ose me ofrimin e shërbimeve të mira të Shtetet Bashkuara të Amerikës, po flas konkretisht për arritjen e armëpushimit në Gaza, edhe pse nga ana tjetër le të themi kur vjen puna për zbatimin pastaj të armëpushimit, patjetër kemi ekscesës. Dhe ajo që rëndon më shumë është kriza humanitare. Patjetër. Gjë që vërehet ende në Gaza për hir të së vërtetës, aty ku po diskutohet për avancimin për tejkalimin në fazën e dytë të planit propozuar nga administrata Trump, të cilin po e mbështesin fort edhe autoritetet izraelite dhe ndoshta kjo do të çojë le të themi në avancimin e këtij plani paqes, duke patur parasysh se më përpara në ato raste kur është arritur shpeshherë armëpushimi midis Izraelit dhe Palestinës në vitet e kaluara, qoftë edhe në 10 vjeçaret e kaluara, nëse mund të shprehem këtë mënyrë, fakti i limitimit vetëm me arritjen e një armëpushimi ka dëshmuar që me kalimin e kohës pastaj kanë shpërthyer sërish konflikte të njëjta, të cilët e kanë përshkallëzuar këtë konflikt. Nga ana tjetër, plaga më e madhe për Europën është sigurisht konflikti i filluar në 2022 në Ukrainë, i cili nuk po i dihet ende fundi. Megjithatë, kemi disa përçapje kohët e fundit përveç Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë motori kryesor i avancimit të bisedimeve diplomatike ose të ndërmjetësimit në këtë konflikt. Kemi dhe reaktivizimin e Europës dhe për këtë merit mund ta them me gojën e plotë që kanë Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke bërë të kuptojnë Bashkimin Evropian që është momenti që të përfshihen dhe ata konkretisht në elaborimin e atyre kushteve të mundshme për arritjen e një paqe në vitin 2026, siç shprehen dhe disa ekspertë. Pra ky konflikt ndoshta më shumë gjatë mund të ketë një jetëgjatësi deri nga mesi i vitit 2026, por me çfarë do të përmballemi ne, le të themi, në vitin 2026, nëse flasim për këtë konflikt, duhet marrë parasysh që sfundmi presidenti Putin ka nënshkruar një ligj federal i cili pasojë do të japë në vitin 2026 deri në vitin 2029 për sa i përket rritjes së buxhetit për armatimin që do të shkojë në një shifër të frikshme 38%. Ndoshta është nuk është i vetmi, sepse rritjet buxheteve të armatimit kemi në Bashkimin Evropian, sigurisht Gjermanisë, por edhe të vendeve të tjera, dhe nëse do të ndaleshim tek Bashkimi Evropian, Bashkimi Evropian ka përshfaqur vështirësi gjatë vitit 2025 për sa i përket riformatimit të aleancave. Nga ana tjetër, i vështirë mbetet dhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Ne si shqiptar jemi shumë të interesuar për zgjerimin, kemi kohë që jemi një vend kandidat dhe rruga e antarësimit duket me shumë pengesa për t'u kapërcyer, por këtu mendoj se duhet përmendur edhe rritja e partive të krahut të djathtë ekstrem në shumë nga shtetet evropiane, që është një sfidë serioze kjo për rendin liberal të bazuar në rregullat që tashmë janë vendosur pas luftës së dytë botërore. A mund të ketë ndikim kjo në politikat e zgjerimit të Bashkimit Evropian? Atëherë, po t'i referohemi kushteve juridike përsa i përket pranimit të shteteve të reja në Bashkimin Evropian, e di më së miri që
procedura është pak e gjatë, vjen nga një rekomandim nga Komisioni Evropian që cilësohet ndryshe si qeveria e Bashkimit Evropian, pastaj kalon një procedurë miratimi në Parlamentin Evropian, aty ku siç e përmendet dhe ju janë shtuar shumë dominanca e fraksioneve politike të përfaqësuara nga partitë radikale ose të ekstremit të djathtë, nëse mund të shprehem me këtë gjuhë, dhe pastaj për të arritur tek momenti final, që është pranimi, aderimi definitiv i shteteve, ku vendimin final e merr Këshilli Evropian, organi më i lartë politik i Bashkimit Evropian, ku dominojnë sot liderët ose krerët e shteteve që janë përkërisht ata që kryesojnë këto partitë populiste, le të themi, ose partitë e majta ose qoftë edhe të radikale, siç cilësohen radikale. Dhe kjo ndjenja e euroskepticizmit është rritur ndjeshëm. Ne shikojmë këtë edhe në disa vende që ka një farë baze, le të themi, prej dekadash janë antar me drejta të plota të Bashkimit Evropian, por nuk i le të themi përqafojnë nismat e përbashkëta për sa i përket politikës së jashtme. Pra flasim këtu për Hungarinë ose flasim këtu për Slovakinë, në momente të caktuara janë bërë pengesë duke përdorur qoftë edhe drejtën e tyre të vetos kur bëhet fjalë për iniciativa që duhet kalojnë me konsensus, le të themi, ose në mënyrë tjetër një zëri. Pra janë bërë pengesë duke ju referuar faktit se siguria ekonomike për furnizimin me disa resurse, në rastin konkret nga Federata Ruse, e cila është nën sankcione nga ana e Bashkimit Evropian, është jetike për popullatën e tyre dhe kjo dëshmon qartazi që vendimmarrja nuk është më aq e lehtë në Bashkimin Evropian. Pra nuk ka një unitet për sa i përket kalimit disa nisma ose integrimit të mëtejshëm. Duket qartazi fakti që shumë vende të Bashkimit Evropian nuk bazohen më tek ideologjia e Bashkimit Evropian për sa i përket aleancave me shtete të tjera. Pra janë kthyer në qeveri të cilat kanë një qasje pak më pragmatike, nuk bazohen tek vlerat e demokracisë, transparencës, ose rule of law. Unë do të përmendja, sigurisht që është komentuar shumë gjerësisht në mediat ndërkombëtare dhe deklarata e kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili ka kritikuar ashtë për strategjinë e re të sigurisë së Shteteve të Bashkuara në aspektin e politikës së sigurisë. Atëherë, qartazi, zoti Merz ka bërë të kuptojë edhe për gjithë liderët e tjerë të Bashkimit Evropian që ndoshta ka ardhur momenti që Europa si faktor, le të themi, shumë i rëndësishëm në kontinentin e vjetër, si një superfuqi e marrë së bashku, pra siç përfaqëson Bashkimi Evropian, një organizat sui generis, pothuajse një shtet federal, edhe pse në kartë nuk e kemi të tillë, pra de jure, duke lënë nënkuptoj që për të qenë ose për të përfaqësuar një fuqi të pavarur në të ardhmen, do duhet krijimi i një politike të qëndrueshme të sigurisë dhe ndoshta edhe një aleancë të ngjashme me NATO-n, por në një nivel rajonal, pra në Europë, ose krijimi ndoshta realizimin praktik, pse jo dhe i planit të presidentit Macron Francës, pra arritja e krijimit një ushtrie europiane. Këtë shikojmë qartazi edhe në përpjekjet edhe të Komisionit Evropian për të kaluar, le të themi, iniciativën e krijimit të fondit të riarmatimit të Europës. Në 2025 ne ishim dëshmitar të faktit të nënshkrimit një marrëveshje midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, që e vë pak në pozita dytësore Bashkimin Evropian kundrejt Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe krijon një boshtë varësie të Bashkimit Evropian kundrejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vlerësimin tënd do të ndihmonte antarësimi i Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian në arritjen e këtyre, le të quajmë, objektiva, sepse ato do të përshtaten edhe politikës aktuale. E qartë. Sigurisht ky është synim i vendit tonë dhe do të sillte, le të themi, të mira për sa i përket Shqipërisë, por duke parë qasjet euroskeptike ekzistente në Bashkimin Evropian, jam dyshues që do të bëhen hapa decisive për pranimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, dhe jo vetëm, po flas këtu edhe për Turqinë ose po flas këtu edhe për Gjeorgjinë, sepse fokusi i këtyre partive euroskeptike janë tek problematikat e brendshme, tek zbatimi të drejtave ekonomike, sociale të popullatës që ata i ka votuar, dhe kam përshtypjen që nëse ata do të synojnë të qëndrojnë, le të themi, në pushtet ose të qeverisin vendet e tyre, ata do të jenë shumë të kujdesshëm në plotësimin e kërkesave
të atyre planeve, le të themi, politike që ata kanë prezantuar gjatë zgjedhjeve kundrejt elektoratit të tyre që i ka besuar atyre. Sigurisht kjo do të ndihmonte Bashkimin Evropian në përforcimin e politikave të jashtme, për sa i përket ndoshta dobësimit të influencës së Rusisë ose të vendeve tjera që i referohen le të themi jugut global dhe që shikohen si qoftë si kundërshtar ndoshta politik ose edhe konkurrent ekonomik të Bashkimit Evropian, sepse do të zgjerojë tregu i përbashkët i Bashkimit Evropian. Por nga ana tjetër, po t'i rikthehemi euroskepticizmit dhe këtyre partive radikale që kanë shumicën në Parlamentin Evropian, sigurisht kjo mund të përkthejë edhe me kriza migratore. Pra, gjithmonë është ekonomia ajo që i detyron vendet të marrin një vendim ose jo. Dhe bazuar në këtë që sapo thatë Redi, bota në fakt edhe në vazhdimsi, jo vetëm në vitin 2025, po me që i referohemi le të themi këtij bilanci të vitit 2025, ka pësuar një transformim dramatik në shpërndarjen e aktivitetit ekonomik dhe në shpërndarjen e aktivitetit politik midis vendeve. Dhe sigurisht që gjatë vitit 2025 nga vendet në zhvillim, nga vendet e zhvilluara, nga Kina në mënyrë të veçantë, është folur shumë edhe në Kombet e Bashkuara për multilateralizmin dhe për të shmangur sa më shumë proteksionizmin si një formulë e cila do të jetë e suksesshme nëse vendet do të arrijnë që të bashkëpunojnë mes njëri tjetrit. Nga ana tjetër kemi të bëjmë edhe me propozimin në shtator nga kreu i shtetit i Kinës Xi Jinping i iniciativës qeverisjes globale, e cila konsiderohet si një platformë gjithëpërfshirëse bashkëpunimi. Dhe mendoni se pikërisht këto ide, të cilat edhe në aspektin ekonomik të gjeoekonomik funksionojnë me ndërtimin e institucioneve, të cilat tashmë janë institucione të vendeve në zhvillim, po vendeve me një zhvillim të dukshëm, mendoni se të gjitha këto mund të jenë edhe këto një model që duhet provuar? Patjetër që në vitin 2026 në vijim, ne do të jemi dëshmitar të ekzistencës së një rendi të ri botëror që ka filluar të formsohet që nga viti 2024-2025 do të vijojë le të themi zhvillimin e mëtejshëm të tij. Madje ekspertë ndryshëm në marrëdhënie ndërkombëtare flasin për 4 qendra le të themi kryesore, nuk flasin më për një rend të ri botëror që ndahet në 2 kampet klasike, siç njohim ne, le të themi, pra gjatë periudhës së luftës së ftohtë, pra kur kishin perëndimin nga njëra anë dhe kampin socialist nga ana tjetër. Bëhet fjalë për rritjen e ndikimit në ekonominë botërore të një vendi si India, GDP e cilës është shumë herë më e lartë se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian i marr më vete. Dhe nga pikpamja demografike është vendi me popullsinë më të madhe. Patjetër. Dhe ne shikojmë tani qasjet dhe përpjekjet e administratës Trump për të bërë për vete, le të themi, shtetin indian, për ta tërhequr më shumë në një aleanca ekonomike, për ta larguar disi nga nisma e BRICS-it, sepse ndikimi në GDP-n le të themi botërore, me ekonomisë botërore të Indisë është rritur ndjeshëm. Kina propozon le të themi disa alternativa globale të sigurisë, të zhvillimit të global. Ka propozuar shumë iniciativa që nga viti 2021 në këtë 4 vjeçar janë iniciativat e sigurisë globale, qytetërimit global, e zhvillimit global dhe e qeverisjes globale. Patjetër, madje në kuadër të këtyre iniciativave që përmendet ju, mos të harrojmë një prej le të themi komponentëve kryesorë që është një rrugë, një rrugë, le të themi, e cila ka dhënë frytet konkrete në shumë vende, në shumë kontinente. Propozimet që vijnë nga Kina janë të natyrës të mos ndryshojmë, le të themi, rendin ekzistues global, ta reformojmë atë, duke krijuar hapësira për përfaqësimin edhe të vendeve në zhvillim ose edhe të atyre vendeve që renditen si vende të le të themi të mesme, që kanë një ndikim të jashtëzakonshëm vitet e fundit për sa i përket faktorizimit tyre, siç është Turqia, siç është Arabia Saudite, siç është Katari, le të themi, që po e diversifikojnë teorinë atyre të marrëdhënieve ekonomike, janë të hapura për bashkëpunim qoftë me vendet perëndimore, qoftë me kampet e tjera, le të themi, që nuk atashohen tek perëndimi. Kina
nuk ka vënë kurrë përballë zgjedhjes partnerët me të cilët bashkëpunon, qoftë për ofrimin e ndihmës ekonomike, qoftë për përqasjen e tyre në organizata të natyrës BRICS Plus ose organizata e bashkëpunimit të Shangajit. Kina duket qartë se që ka marrë rolin e avokatit të vendeve në zhvillim dhe kjo politikë, kjo qasje e saj është përqafuar nga këto vende. Kina gëzon mbështetjen e plot të këtyre vendeve dhe ka shumë gjasa që iniciativa për qeverisje globale të përqafohet madje edhe nga ato partnerë Shtetet Bashkuara të Amerikës, siç janë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sigurisht do të jetë një botë multilaterale ku qasja do të jetë e vendeve, le të themi, e superfuqive, po edhe këtyre vendeve të nivelit mesëm, siç përmenda pak më lart, në krijimin e aleancave jo të bazuara më në ideologji, por në aleanca të bazuara në qasje pragmatike, pra në përfitimet konkrete ekonomike, në furnizimin me resurse energjetike, që është një prej, le të themi, problematikave më të mëdha me cilat hasen të gjitha vendet në të gjitha kontinentet e mundshme. Sigurisht nuk do të mungojë kriza migratore, por ridimensionimi ekonomik ka filluar që tani dhe është pak i vështirë për ta prognozuar se çfarë konfigurimi definitiv do të marrë në 2026 ose në vitet në vijim. Dhe një nga temat në fakt që mbetet gjithmonë e rëndësishme është çështja e mjedisit, është çështja e ndotjes globale dhe sigurisht që edhe për këtë gjë duhet shumë bashkëpunim, duhen shumë fonde dhe duhet ekonomike dhe ata që e vuajnë sigurisht janë vendet më të varfra dhe më problematike në këtë drejtim dhe me siguri 2026 le të shpresojmë që do të jetë edhe viti i iniciativave funksionale në këtë rast, pasi iniciativat nuk mungojnë. Shumë e drejtë, janë të shumta, të numërta. Pastaj është shtuar dhe elementi i inteligjencës artificiale, teknologjisë avancuar, pra bota ka shumë sfida. Madje flitet tani edhe për konceptin e sovranitetit digital, pra aftësinë e vendeve europiane ose të vendeve të jugut global për të zhvilluar, le të themi, platformat e tyre digjitale në mënyrë që të krijojnë një pavarësi kundrejt atyre që mbanin ndoshta monopolin në këtë sferë ose në zhvillimin e teknologjive të AI-t, siç mund të jetë Japonia ose Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra shikojmë tani që po përmendim Kinën edhe në këtë kontekst, ka avancuar goxha sa që kompanitë kineze konkurrojnë haptazi Apple ose disa gjigant, le të themi, që ne ishim mësuar më përpara t'i gjenim vetëm në kontinentin amerikan, pra në Amerikën Veriore. Pra kemi një diversifikim të qoftë edhe të teknologjisë informacionit, e cila patjetër që do të ndikojë edhe në vendimmarrjen e shteteve ose të superfuqive, sepse është një botë që ndryshon shumë shpejt, pra me ritme shumë shpejta. Unë të falenderoj Redion për të gjitha opinionet që ndam në këtë fund viti dhe me qenë se jemi në këtë periudhë të vitit, të falenderoj për bashkëpunimin me analizë dhe në të njëjtën kohë ju uroj juve suksese si personale, po ashtu edhe në veprimtarinë tuaj si pedagog. Shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi të jem i ftuar në emisionin tuaj dhe ju uroj suksese në punën tuaj. Të dashur miq, sot në këtë analizë të fundit të vitit 2025 ne u ndalëm në ngjarjet më të spikatura të këtij viti dhe pritshmëritë për vitin 2026. Ju falenderoj që qëndruat me ne, miru takofshim.